Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. E papritur, filmi i Luizit dhe Kiarës anullohet në moment të fundit. Një lajm i papritur ka tronditur botën e showbizit. Filmi i shumë pritur i Luiz Illit dhe Kiara Titos është anulluar pak orë para se të niste xhirimet. Projekti që ishte promovuar si një nga investimet më të mëdha filmike të vitit është ndaluar papritur duke lënë fansat të habitur, ekipin e produksionit në kaos dhe mediat në kërkim të së vërtetës së plotë. Por pse u anullua? Fshihet faktikisht një vendim skandaloz dhe sipas zburimeve të brendshme anullimi erdhi pas një shpërthimi të papritur të problemeve logjistike, financiare dhe kontraktuale. Raportimet e fundit tregojnë se prapaskena është shumë e komplikuar. Konflikti i fortë ka qenë mes dy producentëve kryesor. Dy producentë që kishin investuar në projekt sipas burimeve janë përplasur keq për drejtimin artistik të filmit dhe ndarjen e të ardhurave. Mospajtimet janë bërë aq serioze sa kontratat janë pezulluar menjëherë. Skenari ka pësuar ndryshime të papranueshme duke u rishikuar disa herë në muajt e fundit, por versioni final që ju paraqit Luizit dhe Kiarës ka shkaktuar debat të fortë. Luizi nuk u pajtua me mënyrën si portretizoi personazhi i tij, tregon një antar i stafit. Kiara po ashtu nuk pranoi disa skena që sipas saj ishin kundër imazhit dhe integritetit të familjes. Ky skandal i brendshëm bëri që filmi të anullohej.